Pyetja e radhës thot, janë disa hajgarëzi të cilët thonë, o ka kthy dikush nga hireti, më na tregu se si është atje, pra nga xhenemi. Kjo më së pari, nëse është prej gojës besimtarit, është ndalume. Nëse dikush prej njerëzive i cili ka thonë vetet musliman dhe jo është dobësu imani deri në atë pikë dhe bën tallje dhe bën hajgare, sidomos me këtë fjalë të cilët na parashtrut dhe na thot ka vdek personi dhe thot hajt se a ka ardhur dikush na tregon se çka ka qenë varr. Unë du këtë jetë a jetoj, unë du këtë botë a jetoj mirë, ta kem një jetë mirë, ta kem një kerr, ta kem një shtëpi, ta kem një gruje, ti kem fëmijë, si të vdes ku të dojnë më çeni, si të vdes ku të dojnë më shtini, si të vdes pse a ka ardhur dikush prej vorit na kallzoi se si on atje, on xhenet. Këto fjalë me hajgare, këto fjalë me tallje në udhubila e nxjerrin njeriu prej feje. Pra, dispozita e shariatit për këto njerëz, të cilët nëse nuk e ka ditën dhe e ka thonë, pastaj ka ardhur argumenti, e ka përbërës të kërkon falje të Allahut dhe istighfar, se për ndryshe del prej feje. Sepse me një element të vogël prej fejes, nëse tallet besimtarit del prej feje. Një grup i njerëzive në luftën e Tebukut, kur kanë ardhur shokët e pejgamberit alayhis salam, kanë ardhur disa anash dhe ju kanë thonë disa prej njerëzive, a këto pas kanë luftu? Këto njerëz me këto rage, me këto barka të mëdhej, këto pas kanë luftu? Faktikisht i kanë përqesh luftarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët janë kthy prej lufte. Atëherë, duke qenë pejgamberi alayhis salam në rresht, në radhët e para, zbret ajeti: "Kul e billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum." Thuaj, o Muhammed, Allah i ka zbrit, ju, ama Allahun edhe me pejgamberin jeni duke u tallur, nuk ka mo kthim, nuk ka mo pishpallëk, pasi Allahu ja u dha imanin banat kufër. Pasi banat kufër, pas imanit juve. La ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum, pra nuk ka për juve më arsye, pasi që banat kufër, pas imanit që Allahu juve ja u dha. Me këtë fjalë, këto njerëz u talleshin me burrat e pejgamberit alayhis salam, me luftarët e pejgamberit alayhis salam, të cilët ishin duke u kthy prej Tebukut, edhe dikush i ka përqesh ata. Faktikisht e përqeshmja në fe, tallja në fe është prej 10 pikave të cilët e nxjerrin njeriu prej feje dhe ai nuk është musliman. Në këtë rast ne duhet mi stimulu, ne duhet, domethënë, mi dhon besimtarëve kurajo dhe ato ta forcojnë besimin e tyre. Pra, prej sharteve të imanit, sepse imani përbohet prej 6 kushteve. Allahun duhet me besu, pejgamberët mi besu, librave të Zotit mi besu, melaçit mi besu, ditës së Kiametit edhe caktimit Allahut dhul xhelal. Atëherë çka prej besimit dhe prej sharteve të imanit është ta besojnë edhe atë ditë, se një ditë për ditëve ne kemi përborç me dal prej kësaj bote dhe me shkuën në ahiret. E ta zhvall pyetja ose njerëzit atë çka nuk e shohin, nuk e besojnë. Por atë edhe e thonë këtë fjalë. Kush ka ardhur prej na tregon se on xhenem, on xhenet. Vëlla, unë ta jetoj këtë botë, nëse vdes ku dojnë më çeni. Kjo fjalë është për besimin dobët të njeriu. Ne kemi jetuar një jetë, por kemi haru. Ama mos haro se ti ke jetuar dhe ke hangër dhe ke pi. Unë shpeshherë ju them njerëzive, njeriu i kalon jo një jetë, se njerëzit thonë është veç kjo dunjë. Disa thonë është kjo dunjë dhe ajo tjetra, s'ka tjetër dunjë. Jo. Jeta dhe etapat e jetës e njeriu janë më shumë se një. E para është se ti ke jetuar në barkën e nanës 9 muaj. Ke jetuar, ke hangër edhe ke pi dhe ke qenë gjallë. Shpirt ke pas. Bile kur ke dalë në dunjën, këtë botë, ke qajt. Kjo është jeta e dytë, ne tash ku jetojmë. E ku është jeta e tretë? Jeta e tretë është jeta e berzas. Nuk është as dunjë, as ahiret. Në këtë jetë çka do të bën? Jeton besimtari. Si jeton, Allahu e din. Ne jetojmë edhe kur jemi në gjumë, por nuk e dimi se gjumi se si ka shku pre orës 11 natës deri në mëngjes ne flejmë, edhe ëndra shohim, por nuk e dimi se si janë ëndrat dhe si duket gjumi. Në këtë rast, jeta e berzas ekziston, por nuk është as ahiret, as kjo dunjë,
por është ndërmjet dunjos dhe ahiretit e ka jemi jeta e berzas. Jetoj njerëzit në vareza, edhe jeta e katërt është jeta e ahiretit, ose do të jemi xhenetli, ose do të jemi xhenemli. Por unë kisha dhënë një këshill, domethënë për shikuesit tan, që jo vetëm se me këtë fjalë të cilët e thot dikush, por fillimisht ne duhet atyre që mbushim imanin e tyre se ne me këtë din nuk do të bëjmë tallje. Po ma parasishen nga vijnë të tallje, se shpesh herë ne kemi dëgjuar nga xhamatlit, por edhe kemi pa disa edhe nga humorët e shqiptarëve të cilët ato bëjnë humore, e shpesh herë ato bëjnë hajgare me fe, shpesh herë ato bëjnë hajgare me Kur'an, shpesh herë ato bëjnë hajgare, domethënë me fjalën e Zotit bëjnë hajgare, me shallin e hoxhës bëjnë hajgare, edhe me xhubën e hoxhës. Në këtë rast ju themi edhe atyre humoristave, por edhe ata të cilët bëjnë tallje, le të kemi frikë Allahu dhul xhalal, se ai i cili tallet me një shkronjë të fjalës së Allahut, ai del prej feje dhe është pa iman. Para duhet me pasën kujdes, mos të tallemi me fjalët të cilët nuk janë në taborin ton, nuk janë domethënë në mexhen ton, nuk janë në vijën ton, por na duhet të mundohemi që ta forcojmë imanin ton me librin e Allahut, ta forcojmë imanin ton me fjalën e pejgamberit alayhis salam, edhe sa më tepër të largohemi nga fjalët e dobta dhe të cekta dhe të ulta të njerëzve të cilët e përqeshin vorrin dhe e përqeshin atë i cili ka vdek dhe thot a ka ardhur ai neve të na tregon. Jo, çdo kush me shpirtin e vet ka me shku në vorr edhe ka me përjetu vorrin, ose do ta përjeton kënaqësinë e vorrit, ose do ta përjeton dënimin e vorrit. Për këtë kemi hadithe të pejgamberit alayhis salam të shumta, por edhe Allahu dhul xhelal na i ka përmend të neve domethën atë jetë, por edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për atë personi i cili ka shku në varr, e ka vorrin ose një bafshë për bafshëve xhenetit, ose e ka një grop për gropave xhenemit. Por ne neve me sytë ton e shohmi dheun, dhe për sytë ton e shohmi se është një grop, edhe jashtë gropës dhe dheut nuk shohmi kurrë, bile edhe nëse e grim, edhe nëse e bëjmë gropën do të shohmi se është kalbur personi në fjalë, por është kalbur materia e kësaj bote, se njeriu është i krijuar për kësaj toke dhe jeton në tokë dhe patjetër e ka të kthehet në tokë. Por shpirtin që ta ka dhënë dikush, ai shpirt ka shku te ai i cili ta ka dhënë, me atë shpirti do ta përjetosh, edhe me trupin tënd në varr do ta përjetosh dënimin e Allahut dhe do ta përjetosh kënaqësinë e Allahut. Për atë keni frikë Allahut dhul xhelal dhe besoni fort në Allahun dhe punoni sipas fjalëve të Allahut, nëse doni me qenë të lumtur në dunjë dhe nëse doni Allahu që u bën vorrin një baçë për baçëve të xhenetit dhe ta keni kënaqësinë para se të shkoni në ahiret. Por edhe nëse jeni nga ata të cilët jeni tallë me këtë fe, e halo më tepër e keni dobësu besimin dhe ka dalë besimi prej jush dhe jeni bu pa besimtar dhe keni shku në taborin e atyre të cilët zbesojnë, atëherë edhe për juve ka varr, por varri juve do të jetë një grop nga gropat e xhenemit, edhe ti do ta lutësh Allahun në atë kohë që Allahu mos të nxjerr prej atij venit, se çka të pret ty është keq e ma keq, por edhe ai i cili ka shku në bosën e xhenetit, edhe do ta lut Allahun sa e ka bosën e xhenetit në varr, por çka e pret e ka mirë ma mirë, edhe i pari, edhe dyti e lutin Allahun, por i dyti e lut Allahun që shkon dhe i thot Allahut, o Allah, ja Rabbi, akimi saa, o Allah jem, besimtari thot bane kiametin më shpejt, se don me shku në xhenet, kurse ki tjetri i thot, o Zot, mos e ban kiametin, se unë mirë jam këtu. Ai nuk është mirë, është në grupën e xhenemit, por çka e pret keq e ma keq, por atë edhe ti çka po i thot këto fjalë, edhe ju çka jeni duke i ndëgju këto fjalë, fillimisht keni frikë Allahun dhul xhelal, edhe mos u tallni me fjalët të cilët nuk janë domethënë në ingerencat e juve. Mundesh të tallesh, mundesh me bë hajgare, mundesh me uqesh me fjalët e dunjajës, sepse ne jemi njerëz edhe mund të qeshimi, nuk mund të jemi non stop serioz, por me fjalën e Zotit, me ditën e varrit, me natën e varrit, me ditën e kiametit, e kemi të ndaluar edhe ai i cili bën këto punë, edhe një herë themi, bën tallje me din dhe me fe, ai i cili bën tallje me din dhe me fe, del prej feje, Zoti na rujt inshallah, wallahu taala alam.